Padyshim se shokët e pejgamberit alayhis salam janë njerëzit më të mirë që i ka njohur historia islame, sepse ata janë shokët e njerëzit më të mirë, pra, dhe ata konsiderohen njerëzit më të mirë pas pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Ata i kishin zemrat më të pastra, ata i kishin veprat më të sinqerta dhe më të kulluara, ata ishin të zgjedhurit e Allahut për ta shoqëruar pejgamberin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj vlera e tyre për shkak të sakrificës që e dhanë për ta ndihmuar pejgamberin alayhis salam, për shkak të sakrificës që e dhanë për ta ngritur fenë e Allahut subhanahu wa taala, për shkak të mundit të madh që e dhanë për ta ndihmuar fenë e Allahut subhanahu wa taala, vlera e tyre është shumë e madhe. Dhe asnjë prej muslimanëve që do të vinë pas tyre nuk ka mundësi që ta arrijë vlerën dhe pozitën e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ejani që ta dëgjojmë se si i përshkruan ata vetë njëri prej shokëve të Muhamedit alayhis salam, Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu. Abdullah ibn Mas'udi, siç e dini, është prej shokëve më të zgjedhur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe prej shokëve më të ditur të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ai i përshkruan shokët e pejgamberit alayhis salam duke thënë: "Ulaika ashabu Muhammad", ata janë shokët e pejgamberit e Muhamedit alayhis salam. Kanu afdalu hadhihi al-umma, ata ishin më të mirët e këtij ummeti. Abarruha quluban, i kishin zemrat më të mira dhe më të pastërta. Wa a'maquha ilman, ata e kishin diturin më të saktë dhe më të thellë, sepse merrnin direkt prej burimit të kësaj feje. Wa aqalluha takallufan, ata ishin që nuk e tepronin në fe dhe nuk ishin ekstrem as në këtë anë e as në anën tjetër në fe. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyih, ata ishin një popull të cilët i zgjodhi Allahu për ta shoqëruar pejgamberin e tij, të dërguarin e tij. Wa iqamati dinihi, dhe për ta ngritur dhe ndihmuar fenë e tij. Fa'rifu lahum fadlahum, andaj thot, dijeni vlerën e tyre, o ju njerëz, dijeni atyre vlerën që e kanë dhe që e meritojnë. Wattabi'uhum fi atharihim, dhe pasojeni rrugën e tyre dhe pasoni gjurmët e tyre që i kanë lënë pas. Watamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dhe kapuni aq sa keni mundësi me moralin e tyre, pas moralit të tyre, kapuni për moralin e tyre dhe për fenë e tyre. Fa innahum kanu ala siratin mustaqim, sepse ata ishin në rrugën e drejtë, ata e pasonin fenë ashtu siç duhet. Pra kështu i përshkruan shokët e pejgamberit alayhis salam vetë njëri prej shokëve të tij, Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, dhe i cili është edhe një prej shokëve më të zgjedhur dhe më të ditur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.